Dhe këto pyetje duhet ja bëjnë vetes njerëz të drejtësisë, të cilët pavarësia e dhuruar nga pikërisht pushteti legislativ dhe pushteti ekzekutiv do t'i bëj shumë më të vetëdijshëm për dëmet që mund të bëj fuqia e tyre e pa kontrolluar nga njeriu brenda tyre, nga egoja, ambicia dhe të gjitha ato ndjesi tjera që të gjithë njerëzit i kemi, por që tek dikush që merret me jetën e tjerëve janë për t'u frenuar sa më shumë. Fuqia e tyre e pa kontrolluar nga prindi brenda tyre, nga vllai dhe motra brenda tyre, nga familjari dhe qytetari brenda tyre. Mos i bëj dikujt atë që nuk do që të tjerët të ta bëjnë ty, thonë librat e shenjtë. Dhe kjo është devizë çdo njeriu që ka pushtetin të lëndoj apo të ngrej lart jetën e dikujt tjetër. Jo për të mbyllur syt para provave të fajt, në asnjë mënyrë jo, po për t'i hapur syt katër që fajt mos jetë për askënd fat i paracaktuar nga dora dhe egoja e tyre. Dhe të mos e harrojnë atë postulatin e famshëm, më mirë 100 fajtor jashtë se sa një i pafajshëm prapa hekurave. Kur grupi ynë i punës që po punon me ekspertët e Ministrive të Drejtësisë të Italisë dhe të Francës për reflektimin mbi procedurat tona penale, vurin tavolin një pikë të caktuar për diskutim, profesoresha e njohur që është në anën e palës franceze, tha diçka që unë duhet ta ndaj publikisht me ju këtu, e kam ndarë me disa prej jush. Me sa kam lexuar dhe mësuar deri tani, tha, ju në Shqipëri nuk niseni nga liria kur mendoni për drejtësinë, por niseni nga heqja e lirisë. Dhe ky është një problem shumë i madh që shkon përtej kodave dhe ligjeve të shkruara. Ndërkohë, kodet, edhe kodi penal, shkruhet për të garantuar lirinë, jo heqjen e lirisë. Dhe heqja e lirisë është funksion i garantimit lirisë. Dhe ne këtu, dhe kaloj në një pikë tjetër, grupi udhëheqës dhe qeverisë i këtij vendi jetojnë brenda një paradoksit madh. Sa të padrejtë dhe dhimbshëm, aq dhe të pashmangshëm për jetë vërtetës. Dhe ky është një tjetër rrezik i këtij udhkryqi, nëse ne nuk e lexojmë, nuk e trajtojmë si duhet dhe nuk distancohemi që të gjithë sa duhet. Ne e deshëm reformën drejtësi, qysh se ishim në opozit. Dhe e bëm kur erdhëm pushtet, madje duke treguar dhe gatishmëri plot për ta hedhur në erë qeverinë e koalicionit asaj kohe, nëse aleati ynë i mandatit të parë nuk do të na ndiqte deri në fund. Dhe ky është fakt. Kush tregon një histori tjetër nuk tregon të vërtetën. Patjetër që aleati dhe kundërshtarët e tjerë të reformës u rreshtuan në trysninë e asaj që quhet rruga e Elbasanit. Edhe këtë e dim. Por, për sa na takonte neve, ne ishim ata që projektuam dhe e diktuam rreshtin. Pa na e diktuar dhe pa na trysnuar askush, sepse nëse s'do kishte një kal që të tërhiqte karrocën, ata ndash të rrugës Elbasanit e ndash të rrugës Durrës Bari Brindisi, nuk kishin nga dha shpiknin kalin, se këtu ishin që nga viti 1991.
Dhe pa diskutim që ne e bëm këtë me vetdije të plot. Edhe për ato që do vinte. Të paktën unë personalisht nuk e kam imagjinuar as si fasad dhe as si një shëtitje në park reformën drejtësi, përkundrazi, e kam ditur që do të vinte me gjak nga yni dhe me balt mbi ne. Sepse ishte një përpjekje e vërtet për ta dorëzuar